Vazoja magjike e Orisit, 10 sekrete feng shui për të tërhequr pasuri, bollëk dhe energji të artë në jetën tënde. Aktivizo menjëherë. Sot do të zhyteni bashkë me mua në një ritual të lashtë, të fuqishëm dhe plot magji. Vazoja e Orisit feng shui, e fshehur që kinezët e lashtë e quanin thesari i qiellit dhe tokës. Orizi nuk është thjesht kokra e bardhë që ham çdo ditë. Ai është simbol i jetës vetë, lind nga toka, ushqehet nga uji, rritet në diell dhe na jep forcë për të jetuar. Në feng shui, Orizi përfaqëson qin e bollëkut të pafund, energjinë që nuk mbaron kurrë, ashtu si një fushë e artë që jep korrje pas korrjeje. Kur ne krijojmë një vazo të tillë, ne nuk po bëjmë vetëm dekorim, po krijojmë një portal të vogël magjik që flet drejt për drejt me universin. Unë jam i gatshëm për pasuri, për prosperitet, për mrekulli financiare dhe paqe shpirtërore. Sot do t'ju zbuloj 10 objekte të fuqishme që vendosen brenda kësaj vazoje, secili me një histori, një fuqi dhe një magji të veçantë. Do t'ju tregoj pse funksionojnë, si t'i aktivizoni dhe si t'i vendosni që energjia të rrjedhë si lum ari. Merrni frymë thellë, mbyllni sytë për një çast dhe imagjinoni se jeni duke hyrë në një tempull të lashtë ku çdo objekt shkëlqen me dritë të ardhë. Miq të dashur, para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Faleminderit. Jemi gati? Le të fillojmë. Pika 1. Numri 1. Monedat e lashta, monedat të rrumbullakta me vrim katrore në mes. Këto nuk janë thjesht copëza metali. Ato janë porta midis qiellit dhe tokës. Rrethi përfaqëson qiellin, pafundësinë, frymën hyjnore. Katrori i vogël në qendër është toka, stabiliteti, realiteti ynë fizik. Kur bashkohen, krijojnë harmoninë perfekte, yin dhe yang në formë monedhe. Në traditën e lashtë kineze, monedat e paraardhësve sjellin bekimin e gjyshërve tanë. Imagjinoni, gjyshi juaj që punoi fort, që ruajti çdo lek, po ju dërgon forcën e tij sot. Vendosini 3, 6 ose 9 monedha, numra të fuqishëm në feng shui, pranë sipërfaqes së Orisit, me vrimën lart që energjia të hyjë lehtë. Ndërsa i vendosni, thoni me zë të qetë, unë pranoj bekimin e paraardhësve të mi. Pasuria ime është e qëndrueshme, e sigurt dhe e pafund si qielli dhe toka. Kjo monedhë është themeli juaj, pa të, asgjë tjetër nuk ka fuqi të plotë. Pika 2. Numri 2. Unaza e argjend, unaza e pastër, e thjesht, e argjend. Argjendi është metali i hënës, i energjisë ynë, e butë, e ftohtë, mbrojtëse si një nënën që përqafohet natën. Në vazon e Orisit ajo balancon energjinë e fortë janë të monedhave dhe të arit. Imagjinoni që unaza juaj është një rreth mbrojtës magjik, çdo herë që mendimet tuaja shkojnë drejt frikës financiare, ajo ju kthen në qendër, në paqe. Vendoseni në mes të Orisit ose pak më thellë që të pushojë në bollë. Afirmacioni. Unë jam i balancuar emocionalisht. Pasuria vjen tek unë me lehtësi, pa stres, me dashuri dhe paqe të thellë. Kjo unazë është kujdestarja juaj shpirtërore, ajo ju mbron që pasuria të mos ju verboj, por t'ju bëjë më të lumtur. Pika 3. Numri 3. Ruazat e lutjeve, ruazat e shenjta, qofshin budiste, hindu apo thjesht ruaza druri ose gurësh. Këto ruaza janë ura midis botës sonë dhe asaj hyjnore. Çdo ruaz është një lutje, një frymëmarrje, një falënderim. Në vazon e Orisit ato krijojnë një fushë vibracioni shpirtëror që pastron çdo pengesë karmike ndaj bollëkut. Vendosini si një spirale ose në formë zemre mbi Oriz, mos i varrosni thellë që energjia të qarkullojë. Thoni, unë jam i lidhur me burimin e pafund të universit. Çdo pengesë shpërndahet, çdo mundësi hapet para meje si një lule në agim. Kjo është lidhja juaj me hyjnoren, patë, pasuria mund të vijë, por lumturia jo. Pika 4. Numri 4. Kristali ametist, guri vjollc, mbretëresh e qartësisë shpirtërore. Ametisti është si një mburojë e lavdishme kundër kaosit. Ai i thith energjitë negative, i shndërron në dritë dhe mbron shtëpinë tuaj si një engjëll rojtar. Në kontekstin e pasurisë, ai siguron që paratë që vijnë të mos sjellin probleme, por vetëm mirësi.
Vendoseni në qendër ose pak lart që të shoh gjithçka. Afirmacioni: shtëpia ime është e pastër, e mbrojtur dhe e mbushur me energji të lartë. Unë tërheq vetëm pasuri të pastër dhe të bekuar. Ai është rojtari i shpirtit tuaj financiar. Pika 5. Numri 5. Shkopi i kanelës, shkopi i errët, aromatik, plot zjarr. Kanela është zjarri i pasurisë. Ajo zgjon qinë e parave, e bën atë të lëviz shpejt si erë vere. Në feng shui ajo largon stagnimin, sjell klient, mundësi të reja dhe para që rrjedhin si lum. Vendoseni horizontalisht ose vertikalisht si një shtyllë, aroma e saj edhe pa u ndezur punon. Thoni: kanela ime zgjon pasurinë time. Paraja vjen tek unë shpejt, lehtë dhe me gëzim. Ky është motori juaj i bollëkut, mos e humbni kurrë. Pika 6. Numri 6. Shufra e arit edhe imitimi. Forma e shufrës së artë, jo domosdoshmërisht e vërtetë. Ajo simbolizon lulëzimin financiar të dukshëm. Universi nuk sheh dallimin midis arit të vërtetë dhe atij simbolik, ai sheh qëllimin. Vendoseni në sipërfaqe që të shkëlqej. Afirmacioni: pasuria ime rritet çdo ditë. Unë jetoj në bollëk të dukshëm dhe të sigurt. Është trofeu juaj i ardhshëm. Pika 7. Numri 7. Penda e bardhë, pupla e lehtë, e pastër. Pupla përfaqëson pastërtinë hyjnore, komunikimin paqësor dhe mbrojtjen e engjëjve. Ajo krijon harmoni në familje që pasuria të mos krijojë grindje. Vendoseni sipër që të valvitet me energji. Paqja mbretëron në shtëpinë time. Pasuria forcon dashurinë, jo konflikte. Pika 8. Numri 8. Bimët e thara, rozmarina ose trumza, degëza të thata aromatike. Ato pastrojnë energjinë e vjetër, sjellin freski dhe largojnë bllokime. Rozmarina mban mendjen të qartë për vendime financiare. Vendoseni pranë sipërfaqes. Unë pastroj çdo pengesë. Shtëpia ime është e freskët, vibracionet e mia janë të larta. Pika 9. Numri 9. Qelësi, një qelës i vjetër ose simbolik. Qelësi hap dyert e bllokuara, punë të reja, kredi, trashëgimi, mundësi. Vendoseni sikur po hap një derë. Unë hap dyert e pasurisë. Mundësitë vijnë tek unë tani. Pika 10. Numri 10. Kuarci i verdh, citrine ose kuarci i verdh, gur i diellit, i gjallërisë. Ai sjell besim, optimizëm dhe sukses në projekte. Është gur tregtari që tërheq para si magnet. Vendoseni lart që të marrë dritë. Unë jam i sigurt në suksesin tim. Dielli i bollëkut shkëlqen mbi mua çdo ditë. Përfundimi. Tani vazoja juaj është e plot, një tempull i vogël magjik. Mbajeni të pastër, vendoseni në sektorin e pasurisë, zakonisht juglindje, larg banjes e kushinës. Çdo ditë prekni orizin dhe thoni afirmacionin tuaj. Faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse e krijoni këtë vazo me zemër, universi do t'ju përgjigjet. Na tregoni në komente çfarë ndodhi pas disa javësh. Ju bekoft bollëku, ju dua shumë. Përshëndetje dhe derisa të takohemi sërish, qofshi të pasur në çdo kuptim. Pace.